Mëngjesin e kësaj të shtune socialistët janë mbledhur në Pallatin e Kongreseve, ku po zhvillojnë një mbledhje të zgjeruar me qeverinë dhe grupin parlamentar socialist në Pallatin e Brigadave. Prej shumë orësh vijojnë diskutimet në grupin parlamentar lidhur me punën e kadastrës. Pas raportimit të drejtoreshës së këtij institucioni, deputetët sipas qarqeve kanë ngritur pyetje dhe shqetësime për çështje që lidhen me regjistrimin e tokave bujqësore dhe përmbylljen e hartave digjitale. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar nga bashkitë hartimin e një plani të qartë për procesin e legalizimeve, ndërkohë sipas burimeve në këtë mbledhje, mungon edhe Belinda Balluku, pa u bërë ende të ditura arsyet e mospranisë së saj. Diskutimet për kadastrën. Pas fjalimit të kryeministrit nisën raportimet nga eksponent të lartë socialist. E para raportoi drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Lorena Goxhobelli. Goxhobelli bëri një analizë të detajuar mbi reformën që ka nisur ky institucion. Ajo foli mbi të gjitha për aplikimet në çdo qark. Pjesë e kësaj reforme është edhe centralizimi i të gjitha degëve të kadastrës në Tiranë, që ka filluar nga Vlora dhe do të vazhdojë edhe me qarqet e tjera. Pra qeveria kërkon të shkrijë kadastrën në rrethe dhe të përqendrohet gjithçka në kryeqytet. Pas Goxhobelli do të raportojë bashkëkryetari i Komisionit të posaçëm për reformën administrativo-territoriale, Arbian Mazniku. Këtë reformë socialistët duket se e kanë vendosur të mbarojë deri në fund të këtij sesioni parlamentar, pra brenda 31 korrikut, sepse vetëm në këtë mënyrë do të jetë funksionale për zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm. Pas prezantimit të Maznikut do të ketë diskutime dhe pyetje të përgjithshme. Do të nisë edhe prezantimi i strategjisë të komunikimit, që do të bëhet nga ministre për marrëdhëniet me parlamentin, Eriona Ismaili. Në konkluzionet e mbledhjes, do të flasë kryetari i grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla e njëkohësisht kryeministri Edi Rama. Gjatë mbledhjes së sotme të grupit parlamentar u vendos që javën e ardhshme do të nisë turi i socialistëve në të gjithë vendin, siç kishte paralajmëruar kryeministri Edi Rama disa javë më parë. Do të nisë një dialog me qytetarët shqiptar. Javën e ardhshme deputetët, ministrat dhe drejtuesit politik në qarqe të PS-s do të nisë një tur të quajtur Punët për Shqipërinë. Turi do të ketë disa tematika çdo javë dhe pritet të nisë me çështjen e integrimit. Ky tur do të vijojë në të gjithë vendin deri në datën 12 qershor, kur shënohet edhe 35 vjetori i krijimit të PS. Veç kësaj parafushate, kryetarët e bashkive pritet të zhvillojnë takime me qytetarët për të dhënë llogari mbi premtimet e bëra dhe realizimin e tyre. Elisa Spiropali dhe Erion Braçe janë lënë jashtë ryezës kryesore të punimeve, një fakt që dyshohet se lidhet me pozicionet e tyre aktuale, pasi nuk janë pjesë e kryesisë së grupit parlamentar apo drejtues të komisioneve. Ish kryetaria e kuvendit dhe ish ministrja e jashtme nuk ishte një vend të mirë, le të themi të privilegjuar mes figurave të njohura të PS-s, por e kishin ulur diku aty në fund të sallës, në një rresht me Zexhin Ecaushin. Sigurisht që s'mund të jetë rastësi, por le të themi një poshtërim që i bëhet asaj pas zhvillimeve të fundit. Elisa Spiropali theu urdhrin e grupit dhe nuk shkoi në seancë ku do të votojë imuniteti i Belinda Ballukut. E po kështu 2 ditë më pas, pati një polemik me kryetarin e grupit Tauland Balla. Kujtojmë që edhe në seancën parlamentare kur Spiropali ulej për herë të parë mes deputetëve pas shkarkimit nga qeveria, Tauland Balla i kishte caktuar vend në fund të sallës mes deputetëve rishtar. Spiropali debatoi gjatë dhe nuk pranoi atë vend derisa u detyrua të çojë Klodiana Spahiu për të liruar vendin.